Fitnim. Edhe është një yll në ngjitje. Ky unë jot në rol? O dashuri, po. Zemra një. Ke diçka për të thënë për filmin? Po, Qa do të thuash? Sa të thuash? unë janë kënaqur shumë kur kam bërë këto provat. Pëlqen mami Firalba? Pa, Ky është filmi i dytë ku do ta shohim Firalbën si aktore. A është ky shkaku që ti po bën një pauzë akoma më të gjatë nga ekrani? Nuk është ky shkaku kryesor, por është deri diku arsyeja, sepse unë kam shumë të rëndësishme që të zgjedh projekte që përfaqësojnë copëza të mijat. Dhe aktualisht në media nuk e gjej veten në propozimet që më janë bërë, por po e gjej shumë veten në aktrim dhe uroj që kjo dashuri e re që kam të zgjasi, sepse dëshirën për të investuar e kam. Kur thua që në media s'po e gjen veten, do të thotë që pauza larg ekranit do të jetë akoma më e gjatë? Do thotë që deri në momentin që do të marr një propozim që do më rindez rrahjet e zemrës fort, po, mund të jetë e largët.